Përshëndetje të dashur teleshikues, fillojmë lajmet në televizionin 4+. Pas zgjedhjeve të 11 majit nga numërimi i votave, Partia Socialiste siguron 12 mandate në Fier, kurse Partia Demokratike me Aleancën për Shqipërinë Madhështore ka siguruar vetëm 4 mandate. Nisma Shqipëria bëhet, për rreth 500 vota merr një kandidat në qarkun e Fierit. Partia Socialiste ka siguruar 12 mandate në Fier, kurse Partia Demokratike me Aleancën për Shqipërinë Madhështore ka siguruar vetëm 4 mandate. Kutit me votat nga diaspora nuk e ndryshojnë këtë rezultat pasi diferenca e votave mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është e lartë në favor të Partisë Socialiste. Zëvendës kryeministrja dhe njëkohësisht drejtuesja politike për qarkun e Fierit Belinda Balluku ka falenderuar elektoratin socialist me një mesazh në rrjetet sociale. Faleminderit me zemër për lumin e votave që dhat për Partinë Socialiste. Shpresoj t'ju a shpërblem gjithçka me punë dhe përkushtim. Falenderoj të gjithë trupën që administruan zgjedhjet në qarkun e Fierit për profesionalizmin dhe gatishmërinë e tyre pavarësisht orëve të gjata, shkruan ajo. Ndërkohë, edhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, edhe pse në pozitat e humbësit të zgjedhjeve, ka falenderuar elektoratin dhe mbështetësit e Partisë Demokratike. Një falenderim zemre, shkruan ai, me zemër të thyer se zgjedhjet e 11 majit nuk ja dolën të shprehin vullnetin real të qytetarëve. Dua të falenderoj me përulësi të gjithë ata demokrat dhe mbështetës të opozitës që i besuan votën Partisë Demokratike. Në qarkun e Fierit ne ishim njerëzit e lirë përballë një bande ministrash dhe drejtorësh të korruptuar që përdorën shtetin dhe krimin e organizuar për të ruajtur pushtetin. Ju falenderoj me zemër për qëndresën dhe besimin. Një falenderim të veçantë për strukturat e Partisë Demokratike, komisionerët vëzhguesit dhe numëruesit e palodhur. Ne do të qëndrojmë së bashku të panashtruar sepse Shqipëria ka nevojë për njerëz të lirë. Mëngjesin e sotëm ka përfunduar numërimi për votat preferenciale në 2 KZAZ-t, 55 dhe 56 të Bashkisë Lushnjë. Kandidati më i votuar i Partisë Socialiste është Doktor Haxhiu me 9829 vota, kurse nga Partia Demokratike më i votuari është Gentian Çela me 6441 vota. Mëngjesin e sotëm përfundoi numërimi për votat preferenciale në 2 KZAZ-t, 55 dhe 56 të Bashkisë Lushnjë. Kandidati më i votuar nga radhët e Partisë Socialiste doli Asflorial Haxhiu me 9829 vota, i ndjekur nga Alton Koreshi me 5271 vota, Maldrita Bardho 3042 vota dhe Përparim Arapi 1815 vota. Ndërsa nga kandidatët e Partisë Demokratike, më i votuari ishte Gentian Çela me 6441 vota, kurse të gjithë kandidatët e tjerë morën 9500 vota. Ndërkohë vazhdon numërimi në Bashkinë e Divjakës dhe Fierit dhe deri tani janë 3 kandidatë të Partisë Socialiste që marrin mandatin e deputetit: Asflorial Haxhiu, Elton Koreshi dhe Maldrita Bardho. Ndërsa janë duke u numëruar votat e diasporës, Partia Demokratike rrezikon mandatin e 4 në listën e mbyllur, deputetin Sajmir Koreshi, ndërsa Nisma Shqipëria bëhet do edhe rreth 500 vota që të marrë një mandat në qarkun e Fierit. Po ndodh në Shqipëri plakja graduale e popullsisë. Shtimi natyror ishte negativ në tremujorin e parë 2025 si pasojë e emigracionit. Zgjedhjet e 11 majit në Bashkinë e Lushnjës, përveç aspektit politik, na përballën edhe me një realitet tjetër, atë të plakjes së popullsisë. Në qendrat e votimit mbizotëronin moshat e mëdha për të votuar. Krahas emigracionit të lartë, vendi po shënon më shumë vdekje se sa lindje, duke përkeqësuar edhe më tej tendencën demografike. Plakja graduale e popullsisë dhe emigracioni i lartë i të rinjve po bëjnë që lindjet të jenë gjithnjë e më të pakta, sidomos në zonat ku ka patur valë të forta emigracioni si në veri të vendit. Instat bëri të ditur se në tremujorin e parë të vitit 2025, lindjet shënuan rënje me 14.1%, ndërsa vdekjet me 5.8%, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2024. Shtesa natyrore në tremujorin e parë të vitit 2025 ishte negative, minus 883 persona. Instat raportoi se të gjitha qarqet regjistruan rënje krahasuar me 2024. Rënja më e vogël ishte në Berat, minus 4%. Rënja më e madhe ishte në Kukës me minus 22.9%. Një tregues direkt i pasojave të emigracionit që në vitet e fundit është thelluar në veri të vendit. Qarku me më shumë lindje ishte Tirana me 1750 dhe qarku me më pak lindje ishte Gjirokastra me 76 lindje.
Rënja e lindjeve po sjell pasoja negative në ekonomi, të cilat kanë filluar të ndihen që nga mosgjetja e forcës së punës, nga dalsimi i konsumit e deri tek skema e pensioneve. Presidenti i Këshillit të Evropës viziton sot Kosovën. Një ditë më parë, ai ndaloi në Serbi dhe Bosnjë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa viziton sot Kosovën, një ditë pas ndalesës në Serbi e Bosnjë që ngjalli jo pak diskutime. Costa takohet gjatë pasdites me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Vizita e tij vjen në një kohë kur pas plot 15 përpjekjesh, deputetët në Prishtinë nuk kanë arritur ende ta konstituojnë parlamentin e tij pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ndërsa në detyrë vazhdon të mbetet qeveria Kurti. Ndalesa e Kostës vjen gjithashtu teksa liderët kosovar poshtojnë thirrjet drejtuar Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndëshkuese të vendosura pas tensioneve në veri të vendit. Këto masa mbeten ende në fuqi me arsyetimi se Kosova nuk ka ndërmarrë hapa të mjaftueshëm për shtensionimin e situatës në komunat me shumicë serbe. Vizitën zyrtare në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Costa në mesin e thirrjeve për të mos shkuar në Serbi, të cilat zgjodhi të ignoronte. Raportuesi i Kosovës në Parlamentin Evropian, Terras, doli me një akuzë të hapur në llogarinë e tij në X, kur tha se Costa ka vendosur të takohet me mikun e ngushtë të Kremlinit, pavarësisht kundërshtimit që eurodeputetët nga 14 shtetet anëtare bën përmes një letre drejtuar atij. BE-ja nuk mund të lejojë dështime të tilla diplomatike, ka shkruar Terras. Gjatë një konference për shtyp me presidentin serb, Costa theksoi megjithatë se dialogu me Kosovën është kyç për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe shtoi se është po aq i rëndësishëm edhe qëndrimi i qartë për dënimin e agresionit rus ndaj Ukrainës. Për sa i përket vizitës së Vučićit në Moskë për festën e ditës së fitores, pavarësisht mesazheve nga Brukseli që i kërkonin të mos shkonte, Costa tha se Vučić ia shpjegoi atij se shkoi për të festuar një ngjarje historike. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.